Sa është gjatësia e pemës? Gjatësia e pemës është minimum deri maksimumi deri në 50-55 vjet. A goditet ndonjë smundje, ndonjë virus apo çfarë? Goditet nga disa smundje, por ne duke qenë në profesion agronom, deri tani nuk kemi asnjë lloj problemi për sa i përket smundjeve. A keni kujdes trajtimin kimik? Po, ne përdorim plera kimik, kemi një bujqësi integrale të kontrolluar me karencë brenda standardeve evropian dhe pastaj prandaj ju pat dhe sot ku ishit ku polakët kanë ardhur dhe kanë filluar marrjen e produktit për të shkuar në Poloni. Pra është e certifikuar mandarina brenda standardeve evropiane. Sa kushton ngritja 1 hektari me mandarinë? Ngritja 1 hektari me mandarinë kushton deri me gjithë investimin kapital rreth 15 milion lekë të vjetra. Sa i bjen me euro? Me euro i bie rreth 10-12.000 euro. O ka ndihmu dikush, a keni ngritur këto pemishte, si të themi, Po, madhështore? tek ne ka qenë i pranishëm shteti me atë mundësi që ka pat, kemi marrë subvencione, biles ne kemi përfituar dhe nga projekti i Impardit, ku kemi marrë disa mjete që do shikoni tani, janë të vitit 2015, kemi përfituar rreth 11 mjete, rreth 600.000 euro. Kuptohet qeveria shqiptare, akoma duhet bëjmë shumë për bujqësinë, i vetmi sektor që duhet dhe ka nevojë për shumë investime është bujqësia, sepse punson shumë njerëz, që shikoni, sot tek unë janë 60 familje që punojnë tek unë dhe paguhen me një pagë mesatare 15 deri 20.000 lekë në ditë, domethënë bie 450.000 lekë dhe në 500.000 lekë në muaj. Kështu që në sfond kemi disa punëtorë, sa punëtorë keni të angazhuar? Ne kemi 60 punëtorë tani sezon, kurse të pandërprer kemi 20-25 punëtorë. Kënaqur me punën e tyne? Jam shumë i kënaqur, këtë punë kemi bërë bashkë me këta, kemi rrit bashkë me këta dhe si i them nganjëherë edhe gruas ne gatuam një tepsi me byrek, gjysmë me brekut am ne dhe gjysmën e ndaj me të gjitha këto familjet e tjera. Do rikthehemi sërish me bisedë, ti pyesim edhe si dëshmi. Albani, jeni kënaqur me punën? Jemi shumë të kënaqur. Sa punon brenda ditës? Brenda ditës? Sa orë, sa kohë? 8 orë. 8 orë punë. Ke kohën për pushim, për shujt, për ngrënie? Po, kemi kohë, ham dreke, pushojme. Jemi të kënaqur, me të thënë të drejtën jemi të kënaqur. Pagesat e mira. Edhe për pagesën nuk e kemi pikë problemi. Paguna, rregull, edhe jemi shumë. Edhe tash keni për zahire dimnore, keni fëmijë, keni rritën. Kemi fëmijë, jemi shumë të kënaqur me këto pronarë. Ne punojmë vazhdimisht tek këto. Edhe shokët kanë ndajnë këtë. Sa kohë aty punë? Sa ditë? A je me punë përhershme apo me stinë? Edhe me stinë edhe punë të përhershme. Ka dhe punëtorë që punojnë për herë këtu. Faleminderit shumë, u shkop të marrë. Faleminderit dhe ju. Ja merr dhe zotërin këtu. Po ju, a jeni të kënaqur ktheu nga kamera këtu? A jeni të kënaqur me punën? Unë kam qenë punësor edhe sezonin e beharit, edhe tani që ka më shumë punëtor, vazhdimisht. Kënaqur me punë, në ora sa nisin? Në ora 6, 7, 8? Beharit sipas përgjithësit punës. Po, tani në sezon, 8 orë punë. Do të thotë ju jeni punëtor i përhershëm. I përhershëm. I pagun kontributet punëdhënësi? I kënaqur me kontributet? I kënaqur me punën, me të gjitha jemi vazhdim. Keni familje? Rregullisht, po kam 3 fëmijë. Rriten, shkollohen? Në shkollë të 3. Edhe të ardhurat për shkollimin e tyre? Patjetër. Edhe mbajtjen e familjes? Keni ndonjë sipërfaqe ju? Keni diçka tokë ju? Punoni? Jo, nuk keni. Unë personalisht